Në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës, situata gjatë 12 orëve të fundit ka qenë e qetë pavarësisht fluksit të pacientëve. Rreth 45 persona nga grup mosha të ndryshme janë vizituar në këtë periudhë. Mes rasteve të regjistruara, mjekja e urgjencës Enxhi Meçani tregon se ka patur disa raste të lidhura me konsumimin e alkoolit, ndërsa një rast i ardhur nga Puka është trajtuar dhe menaxhuar me sukses nga stafi mjekësor. Atëherë, orët e para të mëngjesit në urgjencën e Spitalit Rajonal Shkodër është paraqitur një situatë e qetë. Janë paraqitur raste të intoksikimeve nga alkooli, raste të zakonshme, por që janë menaxhuar me qetësi. Në orët e para të mëngjesit është paraqitur një rast nga Spitali Bashkiak Puk, i cili është menaxhuar dhe ai pa probleme të mëdha shëndetësore. Gjatë 12 orëve të fundit janë vizituar rreth 45 pacientë në urgjencën e Spitalit Rajonal Shkodër. Grup mosha të ndryshme, gjatë natës kanë bizotruar 20-30 vjeç, duke marrë parasysh festimet me alkoolin kryesisht. Mjekja tregon se fundi i vitit ka sjellë një rritje të rasteve të virozave sezonale, por situata mbetet nën kontroll dhe pacientët po marrin shërbimin e nevojshëm pa probleme. Fundi i vitit, këtë vit dhjetori ka qenë shumë i ngarkuar, kryesisht me virozat, sidomos javën e fundit dhe ditëshin e fundit. Janë paraqitur grup moshat e treta, cilët kanë marrë shërbimin përkatës. Në 24 orë janë paraqitur rreth 150 vizita. Mjekët e urgjencës bëjnë apel për kujdes të shtuar ndaj virozave dhe konsumit të alkoolit gjatë festave, duke siguruar se stafi është në gatishmëri për të ofruar shërbim të shpejtë dhe të sigurt për çdo pacient.